në sy kush ishte Ramizi, se nuk ishte vetëm që u bë president e sekretar. Ramizi ka qenë një ngjall në Shqipëri, që shkiste, sërb. Ramizi është ai që vrau me Meqeun, jo me dorën e tij, me politikën e tij. Jo Enver Hoxha? Jo, Enver Hoxha ishte kukull, dhe Enver Hoxha, unë e them publikisht, ka ndeju 1 vit e gjysmë në frigoriferin e Francës, kur vdiq. Sepse Enver Hoxha kishte një emër publik, si në Kosovë, po thuaj në gjithë Maqedoni e kudo, ishte i zoti për të folur dhe e bënte popullin me vete. Arritën sa zonjë e tij e i dha gjilperin që të ishte tamam normal. Dhe ju e shihni vetë kohën e fundit, kur ofendonte, kur e nxirrte edhe gjurin që thoshte fjalët si këta rrugaçet që janë tani. A është e vërtetë që Enver Hoxha ka shit Kosovën se shpeshherë po? S'është e vërtetë. Jo. Jo. Enver Hoxha, ta them edhe fjalën e Enver Hoxha që ne kemi kapur incizimin. Kur vajti në Beograd, që e thriti Titua, Enver Hoxha ka vajtë civil. Kur u kthe ushtarak. Pse u kthe ushtarak? Titua i tha që të marrëm Shqipërinë si që mori Kosovën. Kurse Enveri ka thënë tekstualisht kështu: Tito, ti merr këtë duash, që nesër, po të më dëgjosh një fjalë çfarë do them, i tha Enveri, fol. Më mirë ku jemi tani, ti na ke në dorë për çdo gjë, por nëse Shqipëria dhe Kosova dohet bashkë, ju nuk do ekzistoni shumë kohë, do ketë trubull, se shqiptarët nuk mund t'i sundojë njëri. Dhe Titua i dha gradën general, sepse Titua ishte shumë i kulturuar. Titua ka bërë të njëjtën me Stalin. Po praktikisht e paska fol Kosova? E shpëtovi. A e shpëtove as se fol? E shpëtovi Shqipërinë, se donin edhe Shqipërinë. E Kosova? Po Kosovën e morje, se ka dhënë Titua. Kosovën dikush e dha apo jo? Duhet t'i dinë njerëzit. Kush e dha Kosovën? Lufta e dytë botërore, Churchilli me Stalin e firmosin me të rënjë lapsi, Kosovën ta mirte Titua, Shqipërinë ta bënte kamp për qëndrimi. Nuk është ajo e vërtet. Kosovën e kishte Titua. Pse kapelat e bardha të Kosovës, të ballit kombëtar, se ka qenë balli kombëtar aty, Drenica e Tetove, kudo, se unë i di fare mirë punën. Ramiz Alia me Sabri Goto, ka qenë Sabri Goto Toger. Ramiz Alia ka qenë i Serbit, i Miladin Popović Dushanit, kur u mbushën trenat me kosovarë, me trimat që të vinin në Beograd, kur u hapën dyert e vagonave, gjetën vetëm kapelat. Këtë të mirë, do me thënë vrasjen, e ka fjallën në mënyrë, po e them, që nga Sabri Goto dhe nga Ramiz Alia. Po të pyet që një tropojan, mirëditor, Kuksian, Dibran, që më 46-ën, deri më 48-ën, janë vrarë shumë patriota në këtë vend, nga Sabri Goto. Po thu që ka më katë edhe për masakrën e Tivarit? Sabri Goto. Me Ramiz Alin. Profesor, keni përmend me datën 13 qershor që do të ndodhë diçka e madhe, keni thonë që këta do të burgosen dhe ju do të jeni kryeministri i qeverisë teknike. Pse nuk ndodhi? Jo, ka ndodhur. Po ta shihni çfarë do them, ka ndodhur. Hajde. Kush i organizoi, siç e thash, që në New York. Unë kur i ka prektush, i ka ndeja 3 javë. S'kishte asnjë organizim. Organizuam Tetovën për herë të parë. Kam qenë 2 ditë. Në Tetovë, jo në publik. E organizuam studentët e Tetovës. Gjoja studentët e Tetovës donin që t'i bënin provimet në gjuhë shqipe. Jesh kështu? Po ati është Universiteti i Shqip. Çdo më thotë që ajo është, si i themin, e mahan. Po, e kam qartë. Që u ngritën studentët e Kosovës, që të shinin shqiptarët që ishën në gjumë. Sepse atje është palca e shqiptarizmin. Si që kam thënë më para, Maqedonia, Kosova, janë palcat e Malizi që kanë luftuar me sërbët me shekuj e me shekuj. Nuk ka luftuar Tirana, ka luftuar Kosova. Edhe Enver Hoxha, nëse e mbani mend, që thoshte, se unë Enver Hoxhën ka pat armik, se më ka pushkatuar familjen, më ka izoluar. Po kur thoshte që ne Sazanat e Sazan, që thotë ky tashjes, këta rrugaçëria, e kemi hekur e Qelnik. Po kemi hekur e Qelnik Kosovën, po të vinë armit nga Kosova, apo do vinë nga deti. Se shqiptarët, ja si u mblodh. Pra, unë kalova, ika nga zyra,
për 3 javë, rresh, organizova në Amerikë, filluan në ngrit tërë qytetet, do me tërë shtetet e Amerikës, dual, fillova në Evropë që kemi ne tonë njerëz vërdall, dual edhe ata, a herë dual këtu studentët, ne i pregatisëm, por Sali Berisha me Edi Ramën, i dërgovi njerëz të saj, që i patë edhe vete bilema i zotnia, mua vjen zor t'i zërë në gojë këta njerëzit, se për mua është E ki fjallën për shpend goshin që kena pas? Erdhi edhe këty dhe tha, ke unë, ne zotni, ne inqizojmë çdo televizor të Kosovës, çdo televizor të Maqedonisë, çdo televizor të Malit Zi, e të Shqipërisë,